Komenti i Ungjillit. Të dashur me Krishtin dhe miq të Ungjillit, sot lexojmë nga Ungjilli sipas Johanit, kapitulli 1, vargje 35-52. Të nesërmen Johani po qëndronte sërish aty bashkë me 2 prej dishepujve të tij. Tu na flitet për Shën Johan Parense dhe Pagëzor, i cili po qëndronte me 2 prej dishepujve, emrat e cilëve na thuhen më poshtë, dhe ai po qëndronte në lumin e Jordanit. Dhe kur pa Jesuin që po kalonte, tha: "Ja qingji i Perëndis." Shën Johan Parense dhe Pagëzor ishte profeti i fundit i cili paratha ardhjen e Zotit Krisht si Mesian, dhe aq më tepër ai e pagëzoi atë në lumin Jordan dhe e rrëfeu si qingji i Perëndis që merr mbi vete mëkatet e botës. Përsëri në këtë ditë kur ai e shikon, thot: "Ja qingji i Perëndis." Shën Johan Parense dhe Pagëzor bën këtë dëshmi duke referuar shkrimit shenjtë, dhe kemi këtu te profeti Isaia, i cili na flet për shërbëtorin pësimtar të Perëndis, që mban mbi vete mëkatet e popullit dhe vuan për to si një qingj që nuk bën zë tek ata që e therin. Dhe referohet edhe historisë së daljes së popullit të Izraelit nga Egjipti, dhe ata urdhëruan që të marrin një qengj dhe ta therin dhe me gjakun e tij të lyejn shtyllat e shtëpive, që kështu angjëlli i vdekjes mos t'i prekte fëmijët e paralindur të Izraelit, dhe kjo do të ishte ndëshkimi i 10 për popullin e Egjiptit, dhe atëre ata do të lejoshin të largoheshin nga skllavëria e faraonit dhe nga toka e Egjiptit. Kështu Zoti Jezu Krisht kishte ardhur si një qingj për të marrë mbi vete mëkatet e popullit dhe aq më tepër për të na shëruar nga tirania e djallit dhe nga bota e mëkatit nëpërmjet flijimit të tij vullnetar dhe pa u ankuar tek ata që do ta kryqëzonin. 2 dishepujt, kur dëgjuan çfarë tha Johani, i shkuan pas Jesuit. Pra ishin 2 nga nxënësit e Shën Johanit Parense dhe Pagëzor, të cilët e lanë mësuesin e tyre dhe shkuan pas Zotit Jezu Krisht. Patjetër që ky ishte edhe qëllimi i gjithë shërbesës së Shën Johan Parense dhe Pagëzor, që Zoti Krisht të lartësoj edhe ai të ulej, dhe ky duhet të jetë dhe qëllimi i të gjithë shërbëtorëve të Zotit, klerik e laik, të cilët mësojnë njerëzit për Perëndin, për Zotin Jezu Krisht, nuk duhet i mbajnë ata për vete, por duhet i çojnë tek Zoti. Dhe vargu 38 thotë: Jesui u kthye dhe kur pase po i shkonin pas, i pyeti: "Çfarë kërkoni?" Ata i thanë: "Rabi", që do thotë mësues, "ku banon?" Patjetër që Zoti Jezu Krisht nuk i refuzoi 2 nga nxënësit e Shën Johan Parense dhe Pagëzor, por i pyeti: "Çfarë kërkoni?" Zoti e dinte çfarë ata kërkonin, por Zoti e bëri këtë pyetje që ata në liri të plot të shprehin dëshirën e tyre. Dhe ata i thanë: "Rabi", që do thotë mësues, "ku banon?" Patjetër që ata nuk donin thjesht të shkonin mbas Zotit Jezu Krisht thjesht për një takim të rastit, por donin të qëndronin me atë atje ku ai banon. Kështu duhet të jetë edhe me neve. Përsëri Zoti Krisht na thot çfarë kërkoni dhe ne do të shprehim hapur dëshirën për të takuar me atë, për të qëndruar bashkë me atë, atje ku ai banon. Dhe vendi ku banon Zoti sot është kisha, prandaj ne shkojmë në kishë për të takuar Zotin dhe për të qëndruar me Zotin. Dhe vargu 39 thot: Jesu ju tha: "Ejani dhe shini." Ata shkuan pan se ku banonte dhe atë ditë qëndruan me të. Ora ishte rreth 4 e pasditës. Pra Zoti thot: "Eja dhe shini." Pra njeriu nuk duhet të riqet vetëm nga fjalët, por dhe nga përjetimi. Dhe ata shkuan dhe qëndruan me Zotin Krisht, patjetër në një vend të varfër ku ai banonte, ndoshta në një pjesë të shkretirës, dhe qëndruan me të. E njëjta gjë ndodh edhe me ne. Përsëri, si thash, Zoti na thot edhe ne: "Eja dhe shini", dhe ne duhet të shkojmë në kishë dhe të shikojmë ato çfarë bëhet aty, dhe kështu neve nëpërmjet adhurimit, nëpërmjet mistereve të kishës, të bashkohemi me Zotin. Dhe mund të themi që orët që qëndruan këta 2 dishepujt me Zotin Krisht ishin orët më të bekuara dhe ishin njerëzit më të privilegjuar të gjithë njerëzimit, sepse ata ishin duke qëndruar me atë që krijoi njerëzimin dhe aq më tepër me atë që erdhi për ta shpëtuar njerëzimin. Edhe orët që neve qëndrojmë me Zotin në lutje dhe brenda shtëpisë së tij, pra flasim vendi ku banon Zoti, flasim për kishën, janë orët më të bekuara
të jetës së çdo besimtari. Vargu 40 thot: Andrea, vëllai i Simon Pietrit, ishte njëri prej atyre të dyve që ndoqën Jezuin. Pra, këtu na tregohet tashmë se kush ishte një nga këta dy shepujt. I pari ishte Andrea, i cili ishte vëllai i Simon Pietrit. Dim që Andrea dhe Simon Pietri ishin vëllezër me njëri tjetrin dhe ishin peshkatar. Por i dyti nuk na thuhet, dhe i dyti është Shën Johani apostull dhe ungjillor, i cili ka shkruar dhe këtë ungjil, dhe ai nuk ka shkruar emrin e tij për hir të porosisë. Por më poshtë lexojmë: Pasi dëgjuan çfarë tha Johani, ai takoi të parin, vëllain e vet Simonin, dhe i tha: "Gjetëm Mesin", do të thënë Krishtin. Pra, nga mësimi i Shën Johan Parensit dhe Pagëzor dhe nga qëndrimi me Zotin Krisht, Andrea ishte i bindur se e kishte gjetur Mesian. Kjo na vlen edhe neve duhet të jemi të mësuar nga dhjata e vjetër dhe nëpërmjet një lutje direkte drejt Zotit Jezu Krisht dhe duke mësuar për atë në kishën, ne formojmë besimin e vërtet se Zoti Jezu Krisht është vetë Zoti dhe shpëtimtari ynë. Dhe patjetër kjo është një gjë shumë e bukur, një gjë shumë e gëzuar që njeriu nuk mund ta mbajë dot për vete dhe patjetër duhet ta ndajë me të tjerë. Por me kë duhet ta ndajmë? Në fillim duhet ta ndajmë me njerëzit tanë të familjes, ashtu si edhe Andrea vajti e ndavi me vllain e vet, me Simonin. Dhe i tha: "Gjetëm Mesin." Patjetër që kjo gjë e tronditi Simonin, sepse për Mesian ishte folur prej mira vjetësh, ishte folur që në kopshin e Edenit, pra na ishte thënë se si nga fare grua do të lindte një djalë që do t'ia shtypte kokën djallit. Na ishte thënë tek Abrahami, ku nëpërmjet farës së tij do ishin të bekuar gjithë popujt e botës. Na ishte thënë tek profeti Mojsi, i cili thoshte që mbas me do vi një profet ashtu si unë, dhe atë duhet dëgjoni. Na ishte thënë tek mbreti David, na ishte thënë tek profetët, na ishte thënë edhe nëpërmjet Shën Johan Parensit Pagëzor, që është profeti i fundit. Prandaj kjo e tronditi Simonin dhe ai pranoi të shkojë të takojë Zotin. Vargu 42 thot: Pastaj e çoi atë te Jesui, i cili sapo e pa, i tha: "Ti je Simon, biri Johani, ti do të quhesh Kefa, që do thot pjetër shkëmb." Por sapo Zoti Jezu Krisht pa Simonin, nuk priti që ai të prezantojë, por i tregoi se ai ja dinte emrin dhe e dinte se nga vinte, pra e dinte edhe prindrit e tij. Këtu Zoti Krisht tregon gjithë urtësinë, gjithë diturinë e tij, se është jo thjesht njeri, por është perëndi njeri, dhe kjo bëi që Simoni të fitojë më shumë besim në personin e Zotit Krisht. Dhe aq më tepër i thot që ti do quhesh Kefa, për treguar se Simoni ishte një person me një karakter të lëkundër, të vrrullshëm, por ai në fund me hirin e Perëndisë, sidomos mbas ardhjes së Shpirtit Shenjtë, do të bëj siguri, prandaj dhe Zoti ia vuri emrin Kefa, që do thot pjetër dhe shkëmb. Pra do bëhet i fortë në besim. Dhe vim në vargun 43. Të nesëmën Jesui vendosi të shkojë në Galile. Ai takoi Filipin dhe i tha: "Më ndiq." Filipi ishte nga Betsaida, nga qyteti i Andres dhe i Pjetrit. Pra Zoti Jezu Krisht vendosi të shkojë në Galile. Galilea quhej Galilea e kombeve, sepse aty ishin edhe popull i përzier ndërmjet judeve dhe kombeve, dhe Zoti për këtë kishte ardhur që nga dy popull të bënte një popull, duke bashkuar me veten e tij, në trupin e tij, dhe ai takoi Filipin. Zoti i tha Filipit thjesht: "Më ndiq." Patjetër që këto fjalë të shkurtra janë fjalë të mëdha, sepse i tha vetë Zoti Jezu Krisht, por ishin fjalë të një privilegji të madh për çdo njeri që mund të jetojë mbi këtë dhe, sepse ai njeri do shkonte mbas Zotit Krisht dhe do t'i jepej ky privilegj që të bëhej apostull i tij. Dhe Filipi ishte nga Betsaida. Betsaida ishte një qytet në breg të liçenit të Galiles ose deti Galiles, dhe profesioni i këtyre nxënësve të parë ishte peshkimi ose ishin peshkatar. Dhe vargu 45 thot: Filipi gjeti Natanaelin dhe i tha: "E gjetëm atë për të cilën kanë shkruar Mojsiu në ligj dhe profetët, Jesui nga Nazareti, të birin e Josifit." Filipi, mbasi u thirr nga Zoti Krisht dhe u mbush me gëzim për këtë nder të madh, ai nuk mund ta mbante
për vetë gëzimin, ashtu si nuk e mbajti dhe Andrea, që ja tha vllait të vet Simonit, kështu ai ja vajti dhe ja tha shokut të vet Nathanaelit. Pra, përsëri marrim një tjetër mësim, që neve besim në Zotin Jezu Krisht nuk do ta mbajmë për vete, duhet ta përhapim te njerëzit tan më të afërt, ose të familjes, ose të shoqërisë. Dhe mesazhi që tha Filipi ishte një mesazh i thjeshtë, i shkurtër, por mund të themi se nuk ishte një mesazh korrekt, sepse Zoti Jezu Krisht nuk ishte biri i Josifit, por dim që Josifi thjesht ishte kujdestar. Por pavarësisht se ky nuk ishte një mesazh i tërë i korrekt, ishte i mjaftueshëm për ta ftuar Natanaelin. Prandaj, neve nuk duhet presim patjetër që të marrim një njohuri të plot të besimit në Zotin Krisht, por atë çfarë dim, neve duhet t'jau dëshmojnë të tjerëve. Dhe Zoti e pranon këtë besim dhe këtë dëshmi që është i mangët, dhe ai gradualisht do punojë me ne nëpërmjet mësimit të kishës, nëpërmjet mësimit të katekizmit që ne duhet ta vazhdojmë, jo vetëm në ato ditët e para ku besojmë në Zotin Krisht, por gjatë gjithë kohës, dhe kështu ne e plotësojmë dhe e përsosim besimin ton. Natanaeli e pyeti, a mund të dalë ndonjë gjë e mirë nga Nazareti? Natanaeli ishte një njeri i ditur, pra ai kishte lexuar shkrimin dhe e dinte nga shkrimi që Mesia ose Krishti nuk do vinte nga Nazareti, por do vinte nga Betlehemi i Judes. Prandaj ai kishte një konflikt me dëshminë e Filipit. Por çfarë përgjigje Filipi? Ejashi u përgjigj Filipi. Prandaj edhe neve, ashtu si Filipi, kur nuk kemi argumenta për ta pohuar besimin ton, duhet që njerëzit t'i drejtojmë tek kisha, eja dhe shi. Dhe patjetër brenda atmosferës së kishës, brenda mësimit të saj të plot dhe të vërtet, njerëzit do mësojnë vërtet se kush është Zoti Jezu Krisht me origjinën e tij qiellore dhe origjinën e tij njerëzore. Dhe vargu 47 thotë: Jesu i pa Natanaelin që po shkonte drejt tij dhe tha për të: Ja një izraelit i vërtet, i cili nuk ka mashtrim. Dhe kur Natanaeli po drejtoi para Zotit Krisht, përsëri Zoti Krisht jep një dëshmi për atë, para se ata të takoheshin, duke thënë se ai ishte një izraelit i vërtet i cili nuk ka mashtrim. Që do thot ishte e kundërta e Jakobit, i cili e përdori mashtrim në jetën e vet për të marrë të drejtën e paralindjes, por Natanaeli ishte ndryshe nga Jakobi, pra ishte një njeri pa mashtrim. Natanaeli e pyeti nga mënje. Jesu ju përgjigj: Të pash kur ishe nën fik, përpara se të thëriste Filipi. Pra, Zoti Krisht përsëri i tregon një nga atributet e tij hyjnore, që është i kudondodhur, që i shikon të gjitha, ashtu siç e pa dhe Natanaeli ku ishte poshtë fikut, pra është e pamundur që të shikohet poshtë një peme, por Zoti e pa, dhe kjo është një dëshmi për Natanaelin se ai ishte vërtet Mesia i shumë pritur. Natanaeli tha: Mësues, ti je biri i Perëndis, ti je mbreti i Izraelit. Pra, mjaftuan vetëm këto dëshmi që tha Filipi për Zotin Krisht, por edhe dëshmi që tha Zoti Krisht për Natanaelin që e pa poshtë fikut, që Natanaeli të besonte në Zotin Jezu Krisht. Por në vargjet 50 na thuhet: Jesu i tha: Ti beson vetëm sepse të thash se të pash nën fik, do shohësh gjëra edhe më të mëdha. Pastaj Jesu i tha: Me të vërtet po them, do të shihni qiellin e hapur dhe angjëjt e Perëndis duke ngjitur dhe duke zbritur mbi birin e njeriu. Pra, Zoti Krisht i thot: Ti beson vetëm sepse të thash se të pash nën fik, por një njeri që beson, si besoi Natanaeli, do të jepën dëshmi akoma më të mëdha nga vetë Zoti që ai ta forcojë besimin. Besimi i Natanaelit do të përforcohej dhe me dëshmi të tjera që do t'i jepte vetë Zoti Jezu Krisht, dhe një nga këto dëshmi do ishte edhe ajo që pa edhe Jakobi, pa një shkallë ku Perëndia e qëndronte në krye të saj dhe angjëjt hypnin dhe zbrisnin nga kjo shkallë, dhe ai i friksuar tha: Kjo këtu është shtëpia e Perëndis. Dhe vërtet, Zoti Jezu Krisht i tregon nëpërmjet kësaj se ai ishte Mesia, i cili krijon lidhjen e vërtet midis qiellit dhe tokës, midis Perëndis dhe njeriu, sepse ai është edhe bir Perëndie, edhe bir njeriu.
dëgjuat komentin e Ungjillit.